Sklavja e fundit e racës së bardhë. Ishte gusht I vitit 1923. Një shtëpi në Kansas mori flak. Zjarri dogji dy prindrit që gjendeshin brenda. Fëmia e tyre, një vajzë 7 vjeçare, gjendej larg rreth 200 metra nga shtëpia atë moment. Ajo po loste me shokët. Dhe kur pan flakët, erdhi dhe ndihma e shpejtë. Por për prindrit e saj s'kishte asgjë që mund të bëjë, sepse I gjetën të karbonizuar. Vajza Ellen Martinez mbeti jetime dhe nga I moment filloi zia për të. Sepse atë ditë Elenën e morën dhe e çuan në një befotrof. Dhe përveç humbjes së prindërve, filluan edhe violencat. Jo vetëm violencë fizike, por edhe mendore. Qëndroi një kohë aty, në atë befotrof, dhe qante çdo mbrëmje. Mbulonte kokën dhe qante. Sepse jeta e saj kishte ndryshuar brenda një dite. Pas një farë kohe, befotrofi mendoi që disa nga fëmijët t'ia u çonin prindërve ose familjeve që dëshironin fëmijë. Dhe kështu bën. E hipën Elenën në një tren dhe e dërguan larg në një qytet tjetër. Aty kur zbriti nga treni, kishte edhe fëmijë të tjerë. Atë ditë ishin 40 fëmijë. Dhe ishte plot me familje, familjarë që kërkonin të merrnin një fëmijë. Dhe një familje zgjodhi Elenën. Ishte një çift që zgjodhi Elenën sepse mendonin që kjo dëshironte që të rrinte mes një familjeje. Dhe këta ndonse kishin fëmijë, menduan që Elena do ishte mirë brenda një familje. Pra këtë I than asistentëve, policisë dhe njëkohësisht edhe drejtorëve të befotrofit. Dhe ata ja dhan Elenën. Mirë po nga I moment ishte akoma më keq për Elenën, sepse këta që morën Elenën, kjo familje, kishin 3 fëmijë. Dhe e morën Elenën vetëm si sklave. Po, sepse që atë ditë filluan që t'i mësonin se çfarë duhej të bënte. Madje e rrihnin çdo ditë duke I thënë që duhet të çohej në mëngjes në orën 5 të mëngjesit, të ndiste zjarrin, të pastronte, të bënte për të ngrënë dhe pastaj gjithë ditën të punonte në arat e tyre, të punonte me lopët, me kafshët që kishte aty deri natën vonë. Dhe jo vetëm kaq, por Elena hante vetëm mbetjet, sepse nuk I jepnin ushqim të freskët, por ato çka mbetej hante Elena. E trajtuan në mënyrë çnjerëzore. Një vajzë 7 vjeçare. Njeriu është I tmerrshëm, ju nuk e keni kuptuar ende. Dhe Elen, përveç kësaj, ajo thoshte të paktën unë mund të jetoj edhe në pyll, mund të iki dhe të jetoj edhe në qytete. Vetëm, nuk ka problem, mjaft që mos rrite këta, që mos më trajtojnë keq dhe mos më rrajnë, sepse rrihnin çdo ditë. Në krye të 2 viteve, Elen mundi që t'ikte, u arratis nga ajo shtëpi, sepse më në fund mendoi që do jetonte vetëm, por nuk arriti dot, sepse filluan që ta kërkonin, vuan polici në kërkim dhe filluan që ta kërkonin. Vetë sherifi I zonës kërkoi Elenën dhe sepse prindrit ose familja që e kishte marrë e joshën sherifin dhe sherifi e ktheu prap në vend. Ajo ndonse ju përgjirua, të lutem, ata më rrajnë nga mëngjesi deri në darkë. Unë nuk mund të rri atje. Të lutem, më ço diku tjetër, ose më lër që të rri, unë mund të flet dhe rrugëve, mos më merr, të lutem, mos më ço atje. Ndonse ai e pa me gjithë shenja, me gjithë ato të rraura që kishte nëpër trup, ai e çoi tek ajo familje sërish. Dhe tani akoma më keq e trajtuan. Dhe kështu Elen ju tha dhe u premtoi që nuk do të lëvizte dhe do të ishte gjithmonë një sklave e denjë. Sepse atë kërkonin ata që të dëgjonin. Pra Elen u premtoi se do të ishte një sklave e denjë, 9 vjeçe. Sepse tashmë kishin kaluar 2 vjet. Por me kalimin e kohës, Elen mundi që në krye të 3 viteve të mund të ikte. Dhe kësaj here iku në një mënyrë tjetër, me një autobus. Dhe e bindi shoferin e autobusit, duke parë shenjat ai në trup, I tha, të lutem, I tha, unë dua vetëm t'iki. I tregoi historinë e vërtet. Dhe shoferi I tha, ku do shkosh moj vajzë? Ku do shkosh vetëm? Mjaft që t'iki nga këtu, I tha.
shoferi e hipi në autobus dhe e la në një vend larg, në një vend që ishte distant rreth 170 kilometra. Mirë po aty, Elen filloi që të jetonte vetëm në rrugë, teksa kalamaj me motora, më falni, nuk po e mbyll. Dhe Elen filloi që të jetonte në rrugë. Pastaj një familje i erdhi keq dhe filluan që ta strehonin. Dhe kjo familje u mundua në të gjitha mënyrat që t'i tregonte dashuri, por Elen tani nuk i kishte mbetur asnjë shpresë për të bindur që kishte njerëz në këtë botë që mund ta donin, sepse bota atje jashtë, njerëzit atje jashtë thoshte që janë të tmerrshëm dhe besonte shumë. Besonte në Zot dhe lutej çdo ditë dhe thoshte më merr dhe nuk e mendoi, thoshte për asnjë çast që të vras vetveten. Të më marrë Zoti kur të doj, të më marrë shti, thoshte, kur të duash. Dhe në një moment e mendoj që të vriste veten. Por ndodhi një diçka tjetër që i ndryshoi jetën sërish. Njohu një djalë të moshës së saj. Tashmë kishte kaluar kohë dhe Elen ishte 30 vjeçe. Njohu këtë djalë, ishte një djalë i mirë, i jepte dhe i dhuronte dashurinë e botës. Mirë po, ajo sa herë që ai e prekte, edhe ta ledhatonte, ajo drithëroi, qante dhe ulërinte, sepse tashmë truri i saj ishte coptuar. Violencat kishin qenë edhe fizike edhe mendore gjatë gjithë jetës së saj, dhe ajo nuk mundej që t'i përshtatej asaj dashurie dhe asaj jete. Edhe në fund kishte një breng shumë të madhe. Unë nuk mund të qëndroj me ty, i tha. Dhe e thërriti një ditë, u takuan dhe i tha, ti bëj jetën tënde. Sepse nuk dua të lind fëmijë. Ndjes. Nuk dua të lind fëmijë dhe të mbete rrugëve si unë. Kështu që në qoftë se Zoti ka vendosur që unë do jetoj vetëm, kështu qoftë. Dhe u nda nga ai dhe që nga ajo ditë vazhdoi të jetonte vetëm dhe 30 vite të tjera. Vdiq në moshën 61 vjeçe. Dhe ndjes po nuk do e ndërpres. Vdiq në moshën 61 vjeçe dhe ditën e Shën Valentinit, si sot, Shën Valentini, të vetmen dashuri që kam, tha, e kam vetëm për ata prindër që më lindën. Po s'më kam betur as një përqindje e vogël dashurie për këta njerëz, për këtë botë, dhe për atë krijues që na krijoi. Dhe kështu po iki nga kjo botë, nga një botë e qelbur dhe pa jetë. Dhe kështu u shua në moshën 61 vjeçe. E tregova sot këtë në shenjë
dashurie në shenjë respekti, sepse sot është dita e Shën Valentinit dhe unë ju uroj nga thellësia e shpirtit gëzuar Shën Valentinin, por dashuri është edhe një gest i vogël, një respekt ndaj njërit apo nga tjetri, apo edhe një gest, një përkëdhelje, një fjalë mirë. Mjafton kaq. Pastaj ka dhe më shumë, por kjo quhet dashuri. Kështu që doja t'ju tregoja që njerëzit, ka shumë njerëz atje, sepse për fat të mirë këtu gjendemi bashkë dhe do të thotë që padyshim jemi të një niveli tjetër, por atje jashtë ka njerëz të qelbur dhe askujt nuk I intereson për asnjë. Kalofshin ditë bukur dhe ju uroj një Shën Valentin që të gjithëve. Ndonse çifteve apo edhe një nga një. Kudo që t'jeni, ju përqafoj.